Parashikimi i motit për ditën e sotme, temperatura të larta dhe kthjellime. Vendi ynë vijon të mbetet në ndikimin e temperaturave të larta përgjatë orëve të paradites. Territori do të mbizotrohet nga një mot i kthjellët dhe relativisht i nxehtë, ku më të theksuara kthjellimet paraqiten përgjatë vijës bregdetare. Pas mesditës dhe në vijim pritet shtimi i vranësirave në zonat e juglindjes, ku her pas here vranësira do të pësojnë zhvillim duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu. Parashikohet që mbrëmja dhe nata të sjellin përmirësim të situatës atmosferike, duke bërë që Bregdeti dhe zonat e ulta të dominohen nga kthjellime, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të mbeten zonat malore. Temperatura e ajrit do të pësojë rënje si në mëngjes, ashtu edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius. Vlera më e ulët në veri lindje të vendit deri në 36 gradë Celsius. Pritet vlera maksimale në qytetin e Gjirokastrës. Era do të fryejë lehtë deri mesatare me shpejtësi maksimale mbi 30 km/h nga drejtimi i veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare dallgëzimin 1 deri 2 ball.